Nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një zhvillim i rëndësishëm nga Brukseli ka ardhur për rrugtimin evropian të Shqipërisë. Janë hapur 8 kapituj të ri në negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian, çka e çon në 24 numrin total të kapitujve të hapur. Kryeministri i vendit Edi Rama shpresojnë që me mbështetjen që kërkohet në zgjedhjet e 11 majit, vendi të përmbyllë të gjitha kapitujt brenda këtij viti. Shqipëria shënon një tjetër hap përpara në procesin e integrimit evropian. Kryeministri Edi Rama njoftoi hapjen e 8 kapitujve të ri në negociatat me Bashkimin Evropian, duke çuar në 24 numrin e kapitujve të hapur nga 35 gjithsej. Mora dhe lajmin që grup kapitulli tjetër i negociatave u aprovua për të hapur. Pra kemi hapur 16, hapim dhe 8 të tjerë tani, që bëjnë 24, mbeten dhe 11 për të hapur, dhe kam besim dhe shpresoj dhe uroj që me fuqinë e re të 11 majit do të hapim dhe ato 11 të tjera në tryezën e negociatave brenda këtij viti. Kështu që ky do të ishte një rekord evropian, sepse asnjë vend nuk i ka hapur të gjithë kapitujt në një vit dhe asnjë vend nuk i ka mbyllur negociatat në 3 vjet. Rama shpreh se nëse ky objektiv realizohet, Shqipëria mund të vendosë një precedent historik në historinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian, pasi asnjë vend nuk i ka hapur dhe mbyllur të gjitha kapitujt në një periudhë kaq të shkurtër. Nga foltoria elektorale, ai nuk harroi as votuesit e diasporës, duke i bërë thirrje të dërgojnë votën brenda afatit, që përfundon në 11 maj në orën 19. Edhe përfitoj në rastit ju them të gjithë atyre që kanë akoma zarfin në shtëpi, qoftë në Greqi, qoftë në Itali, qoftë në Gjermani, qoftë në Britani, qoftë në Amerikë, qoftë kudo tjetër, që të mos e mbajnë në shtëpi. Ta nisin, sepse në 11 maj kanë mundësinë të jenë pjesë e këtij takimi të madh me historinë tonë evropiane. I pyetur se çfarë pret nga këtë zgjedhje, Rama u shpreh sigurt për fitoren, ndërsa sfidën e vërtetë shet tepër masat e mbështetjes që do të marrë. Thot Anes, nuk është pyetja a do fitojmë, pyetja është sa do fitojmë. Se a do fitojmë, nuk është pyetje. Përgjigja është nuk ka diskutim që do fitojmë. Ajo që është pyetja është sa do fitojmë. Çfarë fuqie do të na jap 11 maji? Çfarë fuqie do të na jap populli shqiptar? Çfarë fuqie do të kemi ne në përfaqësimin e Shqipërisë në të vetë negociata? Do të jemi thjesht një qeveri me një përfaqësim që buron nga aritmetika, apo do të jemi një përfaqësi me një mbështetje popullore më të madhe se sa kjo që kemi sot? Nëse të gjithë kapitujt hapen dhe mbyllen brenda vitit, Shqipëria mund të përmbyllë negociatat në vitin 2027, duke përmbushur objektiv për antarësimin në BE brenda kësaj dekade. Në një përsëritje simbolike të asaj që ndodhi 4 vite më parë, kryeministri i vendit Edi Rama ka nënshkruar të ashtëquajturin memorandumi Kuçit, ku parashikohet me siguri maksimale një rezultat më të thellë për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Në të njëjtin fshat ku 4 vite më parë parashikoi rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2021, kryeministri Edi Rama është rikthyer për të firmosur një tjetër dokument simbolik që shërben si ogur elektoral për mazhorancën. E shkruar me dorë, letra e firmosur në Kuç të Vlorës përmban pritshmëritë e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Sipas këtij parashikimi, socialistët synojnë jo vetëm të ruajnë shumicën, por edhe të zgjerojnë atë me 4 mandate shtesë në krahasim me rezultatin e fundit, duke çuar totalin në 78. Më shumë do marrë. 1 minutë po tani. Ne mund të vëmë sa të duam këtu se ndore kemi, po puna është që kjo nuk është as fall. Jo, as fall as lotari. A dëgjoj mua. Po do më dëgjosh mua. Që jemi të qartë bashkë. Se ky nuk është as fall, as lotari, është memorandum. E kupton? Si jemi këtu duke u tallur tani, se memorandumet janë për historinë. Si do ta bëj? Ta vë unë ta vë kote, pastaj ta vërit muraj. Memorandum 2. Dhe në emër e duam me këtu. Çemri. Po më kemi qenë këtu në Sëdran e Parë. Do ta bëjmë dhe firmosim patjetër. Tani, këtu jemi tek minimumi. Tash 78 është
minimumi. Por pritshmëritë nuk ndalen me kaq. Brenda dokumentit përmenden edhe skenarë të tjerë të mundshëm, sipas të cilave Partia Socialiste mund të fitojë deri në 6 mandate të tjera, nëse arrin objektivat caktuara elektorale në qarqe të rëndësishme si Tirana, Kuksi, Vlora dhe Durrësi. Edhe 2.80, edhe 2.82, edhe 2.84, edhe 1.85, edhe 3.88. Kjo është në këtë do lëvizi, midis kësaj dhe kësaj. Në këndvështrimin tim nuk do jetë as kjo, do jetë diçka këtu midis. Se diku do marrim, diku do lëmë. Ky veprim vjen në një moment ku fushata elektorale po hyn në fazën e saj më intensive dhe përfaqëson një gest të përsëritur nga ana e Ramës për të ndërtuar një rrëfim politik me nota sigurie dhe angazhim të plot për një fitore të qartë. Aeroporti i ri ndërkombëtar i Vlorës, një investim për 140 milionë euro, ka pritur fluturimet e para certifikuese në pistën e tij 3.8 kilometra të gjatë. Në një ceremoni zyrtare, kryeministri i vendit Edi Rama, ministrja Belinda Balluku shpalosën vizionin për këtë projekt të rëndësishëm infrastrukturor që pritet të nisë operimin me fluturime charter që në qershor. Pas 3 vitesh punime dhe shumë sfida teknike, aeroporti i ri ndërkombëtar i Vlorës është tashmë gati për të pritur pasazher. 2 aeroplanët e parë zbarkuan në pistën 3.8 kilometra të gjatë duke realizuar fluturime certifikues që shënojnë një hap kyç drejt funksionimit të plotë të tij. Në ceremoninë përuruse morën pjesë kryeministri Edi Rama dhe zëvendëskryeministria Belinda Balluku. Rama e cilësoi ndërtimin e aeroportit si një prej sfidave më të mëdha infrastrukturore në vend. Aeroporti i Kuksit ka pasur një sfidë më vete për të siguruar operatorët përkatës. Nuk është një aeroport i thjesht, ka një problematik me korridorin e uljes, që e kemi thënë qysh atëre. Biznesmeni Bexhet Pacolli, përfaqësuesi i kompanisë që do të menaxhojë aeroportin, deklaroi se kapacitetet e këtij terminali do të rriten ndjeshëm në vitet në vijim. Sigurisht ka me pas edhe mangësi, por mangësit janë për të eliminuar dhe do të shohim një vepër që nuk është po në rajon dhe do të jetë jam i bindur këtu për ju premtoj aeroporti ma i bukur, aeroport shumë funksional, një aeroport që kryeministri ynë do të mburret. Ky ka qenë qëllimi. I ndërtuar sipas standardeve ndërkombëtare të kategorisë 4E, aeroporti i Vlorës do të operojë me 3 modele biznesi: aviacion civil, mirëmbajtje avionësh dhe garko. Ai është projektuar për të përballuar dhe fluturime transoqeanike. Sigurisht to janë 3 modelet e biznesit, por ky aeroport do të kthehet edhe në një inkubator të dijes, duke qenë se në këtë territor do të ngrihet Akademia e Aviacionit Civil, një akademi e cila do të prodhojë të gjithë profesionistët e ardhshëm, duke filluar nga ata që unë kam shumë për zemër që janë kontrollorët e trafikut ajror, inxhinierët e aviacionit, pra edhe të trafikut, dhe nga ana tjetër të gjithë trupat e tjerë që sot ne i trajnojmë jashtë, që sigurisht mundohemi që të bëjmë trajnime gjatë punës, pra on job training siç quhet në gjuhën tonë, të aviacionit, por nga ana tjetër ne do të kemi të gjitha këto kapacitete këtu. Aeroporti i Vlorës pritet të nisë fluturime charter në fillim të muajit qershor, ndërsa paralelisht po vlerësohen marrëveshje për operimin e linjave të rregullta dhe transoqeanike. Në të njëjtën kohë, kryeministri Rama konfirmoi se kompania Air Kosova do të nisë operimin nga aeroporti i Kuksit. Partia Demokratike ka përshëndetur publikisht një qëndrim të cituar nga gazetari amerikan Mark Caputo, sipas të cilit Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e ndalon më udhëtimin e ish-kryeministrit Sali Berisha drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike ka reaguar pas një postimi të gazetarit amerikan Mark Caputo, i cili citon burime nga Departamenti Amerikan i Shtetit që thotë se ish-kryeministri Sali Berisha tashmë mund të udhtojë drejt Shteteve të Bashkuara. Në një deklaratë për mediat, Partia Demokratike cilëson këtë si një rikthim të legalitetit të drejtësisë së mohuar nga administrata Biden, të cilën e akuzon për ndikime nga George Soros dhe Edi Rama. Në emër të kryetarit Sali Berisha, të 26 partitë të koalicionit dhe të gjithë demokratëve që kanë mbajtur barrën e qendresës,
falenderojmë Departamentin e Shtetit për një qëndrim të drejtë dhe parimor, thuhet në deklaratë. Sipas Partisë Demokratike, kjo është një fitore e së drejtës që ka ardhur falë rikthimit të administratës republikane në Washington dhe fitores së Donald Trump, ndërsa deklarata përmend edhe fjalimin e zëvendës presidentit si një shembull tjetër të qëndrimeve të qarta në mbështetje të lirisë. Partia Demokratike e përshkruan vendimin ndaj Berishës si pjesë të një gjuetie shtrigash politike të ngjashme me atë që sipas saj ka ndodhur edhe ndaj vetë Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sekretari republikan James Baker tha se në sheshin Skënderbej 34 vite më parë liria funksionon dhe ajo funksionon edhe sot, përmbyllet deklarata e Partisë Demokratike. Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit të bërë publike nga gazetari Mark Caputo, ku thuhet se nuk do të lejohen që interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë të mbahen peng nga vendime të politizuara. Sipas kreut Partisë Demokratike, ky është një vendim i rëndësishëm që shënon rrëzimin e nëngradës dhe shpërblimin për qëndresën e opozitës ndaj presionit politik. Ky vendim është gjithashtu një shpërblim i madh për të gjithë ata demokratë e demokrat që në kushtet më të pazakonta qëndruan për kauzën e drejtë, qëndruan për të vërtetën, e cila vonon dhe nuk harron. Ky vendim nxjerr edhe një herë në para shqiptarëve dhe botës fytyrën e shëmtuar të atyre që morën përsipër një akt të tillë që me vendime politike të godisnin opozitën konservatore në Shqipëri. Dhe njëherë faleminderit. Departamenti Amerikan i Shtetit i jep përgjigjen më të fuqishme atyre përpjekjeve që u bën për një Shqipëri pa opozit nga Edi Rama në mendësinë e etërve të tij, George Soros dhe Antony Blinken. Ky vendim i një rëndësie të madhe shkputjes dhe mospranimit të vendimeve politizuese, përpjekjeve të administratës së mëparshme që për shkak të lobimit korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit të ndëshkonin opozitën konservatore, përfunduan një lloj si ai që firmosi në aty ku e kanë vendin. I pyetur për një vizitë të mundshme në SBA, Berisha u shpreh se për momentin është i angazhuar me fushatën, por unë nuk isha më një plan për udhëtim dhe natyrisht s'mund të them se do udhtoj këto 2-3 ditë janë ditët e kulmit të fushatës, por kjo është një sigurisht që në një kohë më të përshtatshme do kisha bërë dhe unë fushat, do kisha shkuar, por përsëri ky vendim është nuk humbet vlerën, është një vendim jashtëzakonisht i çmuar. Po e shpallur vendimet politizuara të administratës Biden, është pa ekivok, pra është e pa shpresë. Tani besoj se është koha të bashkohen dhe të mos votojnë as një forcë tjetër përveç Partisë Demokratike. I me të tjera informacione, kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani së bashku me ekipin e Task Force-s për krimet zgjedhore zhvilloi një vizitë të papritur në qytetin e Shkodrës, ku kërkoi angazhim maksimal dhe profesionalizëm në hetimin e krimeve zgjedhore. Deri tani janë regjistruar 35 procedime penale nga 123 denoncime të mbritura në SPAK.
3 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme, prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shtuar ndjeshëm praninë në terren. Kreu i SPAK, Altin Tumani, zbarkoi paraditën e së njëjtës në qytetin e Shkodrës, i shoqëruar nga prokurori Dritan Prençi dhe oficer të BKH-s për të koordinuar punën me strukturat lokale të hetimit. Tumani qëndroi për rreth 3 orë në prokurinë e Shkodrës, ku zhvilloi një takim me drejtues lokal Albert Murçaj dhe antar të Task Force-s për krimet zgjedhore. Mesazhi i tij ishte i prerë, seriozitet dhe reagim i shpejt në çdo shkelje që cënon integritetin e procesit zgjedhor. Pas takimit, strukturat e posaçme kanë kryer kontrollin në disa zona në risk të lartë, si Malësia e Madhe, Vau i Dejës, Barbullush, Bushat dhe Mjet, me qëllim për ndalimin dhe ndëshkimin e krimeve zgjedhore. Nga të dhënat e përditësuara nga SPAK rezulton se janë administruar 123 denoncime për shkelje të lidhura me procesin zgjedhor. Prej tyre 35 janë regjistruar si procedime penale konkrete, ndërsa 22 janë mbyllur pa hetim. 16 kallëzime janë përcjell për kompetencë në provurinë e rretheve, ndërsa 10 raste janë në verifikim nga policia. Një material është bashkuar me një çështje ekzistuese. Veprat penale që po hetohen përfshin korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje, përdorim i funksionit publik për qëllime politike, si dhe shpërdorim detyra. Indicie për këto hetime SPAK i ka marrë nga burime të ndryshme. 20 raste janë referuar nga policia e shtetit, 8 janë nisur kryesisht nga vetë SPAK, ndërsa pjesa tjetër nga qytetar, prokuror dhe forca politike. Me këtë prani aktive dhe monitorim në terren, SPAK synon të jap një sinjal të qartë se krimet zgjedhore nuk do të tolerohen dhe se ligji do të veprojë pa dallim ndaj kujdoi që tenton të deformojë vullnetin e qytetarëve. Tre shtetas shqiptar të shpadur në kërkim ndërkombëtar janë ndaluar në Dubai si pjesë e një operacioni të ndërmjetësuar nga Interpol Tirana. Ervis Daku, Maxim Koçi dhe Ado Xhika akuzohen për përfshirje në një ngjarje të rëndë kriminale në Shqipëri dhe për mbështetje të shumë kërkuarit Talo Çela. Autoritetet shqiptare kanë nisur procedurat për ekstradimin e tyre. Një tjetër goxhitje ndaj elementeve të botës së krimit vjen nga Emiratet e Bashkuara Arabe. 3 persona të kërkuar nga drejtësia shqiptare janë arrestuar në Dubai në kuadër të bashkëpunimit të Interpol Tirana me autoritetet vendase. I pari që ka rënë në pranga është Ervis Daka, 38 vjeç. Ai akuzohet nga SPAK për disa vepra penale të rënda, përfshirë sigurimin e kushteve për atentat kriminal. Sipas hetimeve, Daka ka informuar autorët për lëvizjen e 28 vjeçarit Kei Pingu, objekt i një tentative vrasjeje, se dhe ka ndihmuar në përgatitjen e atentatit ndaj Arjan Spahiut. Po ashtu ai dyshohet se ka strehuar dhe ndihmuar në një kohë të gjatë Talo Çelën. Në Dubai është ndaluar gjithashtu Maxim Koçi, i cili përflitet për një seri përfshirjes në atentate të tjera të bujshme. Sipas dosjes së prokurisë së posaçme, Koçi ka marrë pjesë në vrasjen e Klevis Kaplanit dhe një personi tjetër, ndërsa dyshohet se ka ndihmuar në përgatitjen e atentateve dhe ndaj 2 individëve të tjerë. Në listën e të akuzuarve ndaj tij përfshihet dhe strehimi i Talo Çelës gjatë arratisë së tij. Personi i tretë i ndaluar është Ado Xhika, identifikuar dhe me 2 emra të tjerë, Elker Ceriku dhe Ado Ceriku. Ai akuzohet për ndihmë në fshehjen e Talo Çelës për një periudhë prej 2 vitesh. Interpol Tirana është vënë në lëvizje për finalizimin e ekstradimit të tyre drejt vendit tonë. Burimet zyrtare bëjnë me dije se ky është vetëm një hap i radhës në serinë e operacioneve të nisura për kapjen dhe sjelljen para drejtësisë të kërkuarve shqiptar në Dubai. Vetëm pak ditë më parë nga Emiratet e Bashkuara Arabe u ekstradua edhe Florent Çapja, i dënuar me burg për jetë për vrasjen e Gentian dhe Nezir Beshirit në Elbasan në vitin 2012. Biznesmeni italian Davide Pecorelli është rikthyer në Shqipëri pas ekstradimit nga Italia. Ai do të vuajë një dënim me 4 vite burg për inskenimin e vdekjes së tij në Puk në vitin 2021. Vendimi i gjykatës shqiptare u zbatua këtë të mërkurë pas marrjes në dorëzim të tij në aeroportin e Rinasit. Një nga rastet më të pozakonta të mashtrimit penal në Shqipëri ka hyrë në një kapitull të ri. Biznesmeni italian Davide Pecorelli është ekstraduar nga autoritetet italiane dhe ka mbritur këtë të mërkurë në aeroportin Nën Tereza, ku është pritur nga forca speciale të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Ai është transferuar menjëherë në një nga institucionet e sigurisë së lartë për të vuajtur një dënim me 4 vite burg, të dhënë nga gjykata e Shkodrës në 3 prill të këtij viti. Sipas vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Puk, Pecorelli përballet me disa akuza të rënda penale, përfshirë mashtrimin, shkatrim prone me zjarr, kalim palishëm të kufirit dhe madje dhunim farresh. Ngjarja që çoi në ndjekje penale të tij ndodhi në janar të vitit 2021, kur makina e marrë me qira nga italiani u gjet plotësisht e djegur në Puk, me mbetje skeletore brenda saj.
Fillimisht u dyshuar për një vrasje të rëndë, por gjithçka u kthye përmbys në shtator të pati viti kur Pecorelli u shfaq gjallë në brigjet italiane pranë ishullit Monte Cristo. Në një rrëfim të çuditshëm, ai pretendoi se kishte qenë në kërkim të një thesari të fshehur, deklarat që vetëm sa shtoi më tej kuriozitetin dhe zemërimin publik. Prokuroria e Pukës, që zhvilloi hetimet për muaj më radh, kërkoi një dënim me 8 vite burg për mashtrim spektakolar. Megjithatë, gjykata vendosi të jap 4 vite, duke pranuar vetëm një pjesë të akuzave. Ekstradimi i tij u finalizua pas vendimit të autoriteteve italiane për të pranuar kërkesën e drejtësisë shqiptare, ndërkohë që procesi vuajtjes së dënimit tashmë ka nisur. Ky rast mbetet një prej shembujve më të pazakontë të manipulimit të drejtësisë që përfshin jo vetëm Shqipërinë me Italinë, por edhe mediat ndërkombëtare që e pasqyrojnë gjërësisht si një histori që sfidoi çdo imagjinat. Do të ecim me zhvillimet nga rajoni. Për të 12-ën herë me radhë ka dështuar përpjekja për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përsëritur thirrjen për zgjidhjen e ngërçit institucional. Ambasada amerikane në Prishtinë thekson se udhëheqësit politik të vendit mbajnë përgjegjësi për gjetjen e një zgjidhjeje që i hap rrugë formimit të institucioneve të reja. Kriza politike në Kosovë vazhdon. Për të 12-ën herë radhazi kuvendi nuk arriti të konstituohet për shkak të mungesës së konsensusit për zgjedhjet e kryeparlamentarit. Kjo situatë ka shkaktuar reagimin e radhës nga ambasada amerikane në Prishtinë. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësi i ambasadës nënvizoi se zgjedhjet e këtij ngërçi është në dorën e udhëheqësve politik të Kosovës, duke theksuar se populli i Kosovës është ai që vendos se kush e përfaqëson atë të institucionet demokratike. Kosova është një shtet i pavarur dhe sovran. Udhëheqësit e saj duhet të veprojnë në përputhje me interesat e qytetarëve dhe të garantojnë funksionimin e institucioneve demokratike. Bllokimi i procesit të konstituimit lidhet me mungesën e mbështetjes për kandidaturën e Albulena Haxhiut, i propozuar nga Lëvizja Vetvendosje për postin e kryetares së kuvendit, pavarësisht se Lëvizja Vetvendosje ka dalë forcë parë, ajo nuk ka arritur të sigurojë shumicën absolute prej 61 votash për të kaluar në emrin e saj. Partitë kundërshtare kanë kërkuar vetvendosjes të rishqyrtojë kandidaturën në mënyrë që procesi të ecë përpara, por përplasjet politike po shtyn edhe më tej formimin e qeverisë së re. Nëse për 15 ditë nuk arrihet të formohet ekzekutivi, kushtetuta i jep të drejtë presidentes Vjosa Osmani që të mandatojë një tjetër forcë politike që dëshmon mbështetjen e shumicës parlamentare. Në rast dështimit të mandatit të dytë, vendi shkon sërish në zgjedhje. Ngërçi institucional po zgjat më shumë se çpritej dhe përballë tij, reagimet ndërkombëtare po shtohen, duke kërkuar maturi dhe përgjegjësi nga klasa politike e Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić mbriti në Moskë për festimet e ditës së fitores pavarësisht pengesave të shkaktuara nga sulmet ukrainase në dron dhe paralajmërimeve të Bashkimit Evropian për qëndrime të paqarta ndaj Rusisë. Një udhëtim që normalisht do të zgjaste disa orë ju shndërrua në një sfidë 10 orësh e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të mbërritur në Moskë. Avioni me të cilin ai udhëtonte u detyrua të ndalonte në Baku, Azerbajxhan, për shkak të mbylljes së përkohshme të aeroporteve ruse, pas një valje të re sulmesh me dron ukrainas në kryeqytetin rus. Vučić u detyrua të qëndrojë për rreth 2 orë në aeroportin e Bakus, para se të rifillonte fluturimin drejt Moskës, ku mbërriti të mërkurën në mbrëmje. Ai ndau një foto në Instagram me mbishkrimin pas shumë vitesh përsëri në Moskë, në një kohë kur pjesëmarrja e tij në festimet ruse për 9 majin konsiderohet një mesazh politik sfidues ndaj Bashkimit Evropian. Televizioni shtetëror rus transmetoi pamje të presidentit serb që zbriste në Moskë, ndërsa Kremlini njoftoi se Vučić do të zhvillojë një takim të veçantë me presidentin Vladimir Putin pas përfundimit të paradës së ditës së fitores. Pjesëmarrja e Vučićit në këtë aktivitet vjen në një moment të tensionuar për marrëdhënie ndërkombëtare, veçanërisht për një vend kandidat si Serbia që kërkon antarësimin në Bashkimin Evropian që, prej vitit 2012. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Markus Lamert kujtoi javën e kaluar se marrëdhëniet me Rusinë nuk mund të jenë si zakonisht, duke paralajmëruar indirekt vende si Serbia për pasojat e pozicioneve të paqarta. Megjithatë, Brukseli nuk ka dhënë ndonjë qëndrim konkret për veprimin e fundit të presidentit serb, duke lënë hapësirë për manovrim diplomatik për Beogradin. Alianca historike midis Serbisë dhe Rusisë e përforcuar që nga bombardimet e NATO-s në Kosovë në vitin 1999 dhe nderimi që Putini i bëri Vučićit në vitin 2019 e bëjnë të qartë qëndrimin e Beogradit në balancën mes lindjes dhe perëndimit. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Konklava më e madhe në historinë e Kishës Katolike ka nisur në Vatikan, me 133 kardinal nga 70 vende që janë mbledhur për të zgjedhur papën e ri.
Tymi i zi që doli mbrëmjen e së mërkurës nga Kapela Sistine konfirmoi se votimi i parë nuk provoi rezultat. Kandidatët kryesor mbeten Pietro Parolini dhe Luis Antonio Tagle, ndërsa bota katolike pret sinjalin e bardhë. Pas një pritje të ngarkuar me emocione dhe lutje nga besimtarët anë mban botës, tymi i bardhë u ngrit nga oxhaku i Kapelës Sistine në orën 18:09 të pasdites, së 8 maj 2025, duke sinjalizuar zyrtarisht zgjedhjen e Papës së ri. Konklava e mbledhur në Vatikan, pas vdekjes së Papa Franceskut më 21 prill, përfundoi pas 4 raundeve votimi me një konsensus të qartë mes 133 kardinalëve votues. Ceremonia kulmoi me daljen e kardinalit protodiakon në balkonin qendror të Bazilikës së Shën Pietrit, i cili lajmëroi botën me fjalët historike Habemus Papam, kemi një pap. Pas këtij momenti solemn, Papa i sapo zgjedhur doli për herë të parë para turmës së mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për të dhënë bekimin tradicional Urbi et Orbi. Emri i Papës së ri, i cili do të jetë pasardhësi i 267 i Shën Pietrit, është pritur me kureshtje dhe vëmendje të madhe. Ai pritet të japë drejtimin shpirtëror të Kishës Katolike në një periudhë sfiduese, ku temat e reformës, drejtësisë sociale dhe përfshirjes universale mbeten thelbësore. Kjo ngjarje historike nuk është vetëm një moment fetar, por edhe një akt i rëndësishëm me ndikim global në marrëdhëniet ndërfetare, në diplomacinë ndërkombëtare dhe në rolin që Kisha do të luajë në sfidat moderne të njerëzimit. Ndërkohë, reagimet kanë qenë të menjëhershme edhe nga Shqipëria dhe rajoni. Kryepeshkopi i Dioqezës së Tiranë-Durrësit uroi Papën e ri, duke shprehur bindjen se ai do të sjellë frymë të re bashkimi dhe shpresë për mbar botën katolike. Mesazhe urimi kanë ardhur edhe nga lider të tjerë fetar në Kosovë, Maltë të Zi dhe Maqedoninë e Veriut, të cilët theksuan rëndësinë e vazhdimit të dialogut ndërfetar dhe forcimit të paqes në Ballkan. Lajmi është pritur me entuziazëm nga komuniteti katolik shqiptar, veçanërisht në Shkodër, Lezhë dhe Malësi të Madhe, ku janë zhvilluar mesha falënderimi dhe lutje për udhëheqësin e ri të Selisë së Shenjtë. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të shpallë një marrëveshje të re tregtare me Mbretërinë e Bashkuar, e cila mund të sjellë lehtësira tarifore për disa industri strategjike. Para lajmërimi i tij për një marrëveshje të madhe në një konferencë për shtyp këtë të njëjtë, ka shkaktuar menjëherë lëvizje në tregje, duke rritur vlerën e poundit ndaj dollarit. Bisedimet përfshin uljen e tarifave për çelikun, automjetet dhe një tarifë të diskutueshme mbi industrinë e filmit. Një marrëveshje e re tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar pritet të shpallet zyrtarisht këtë të njëjtë nga vetë presidenti amerikan Donald Trump. Në një postim në platformën Truth Social, Trump njoftoi se do të mbante një konferencë për shtyp në zyrën ovale, duke premtuar një marrëveshje të madhe me një vend të madh dhe të respektuar pa e përmendur drejt për drejt Britaninë. Megjithatë, reagimi i menjëhershëm i tregjeve, me poundin që u forcua ndjeshëm ndaj dollarit, la të kuptohet se marrëveshja i referohet pikërisht Londrës zyrtare. Marrëveshja në fjalë do të ishte e dyta për Britaninë brenda pak ditësh pas paktit të tregtisë së lirë që ajo firmosi me Indinë. Një zyrtar britanik konfirmoi se negociatat me Shtetet e Bashkuara kanë përparuar në mënyrë domethënëse me fokus në heqjen ose uljen e kuotave tarifore për çelikun dhe automjetet, dy sektor të rëndësishëm për ekonominë britanike. Vitin e kaluar eksporti i makinave drejt Shteteve të Bashkuara kapte vlerën e rreth 9 miliard pound, duke u renditur si eksporti më i madh britanik përtej Atlantikut. Nga ana tjetër, Britania po përpiqet të shmangë tarifën 100% paralajmëruar nga Trump për filmat e huaj një masë që mund të godasë fort industrinë e kinemas në Europë dhe përtej. Kjo lëvizje vjen në një moment kyç për marrëdhënie tregtare globale, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Kina pritet të ulen në tryez në Zvicër për të diskutuar mundësitë e zgjidhjes së luftës tregtare mes dy fuqive ekonomike botërore. Ndërsa Trump synon të forcojë pozicionin amerikan përballë Kinës, marrëveshja me Britaninë shihet si një aleancë strategjike që mund të riformsojë tregtinë transatlantike në vitet në vijim. Presidenti rus Vladimir Putin mirëpriti praninë e liderit kinez në festimet për 80 vjetorin e fitores kundër nazizmit, duke e cilësuar si një akt mbështetje simbolike dhe politike ndaj qëndrimit rus në luftën me Ukrainën. Dy liderit e ri theksuan bashkëpunimin strategjik në luftën kundër neonazizmit dhe bullizmit ndërkombëtar. Në një nga momentet më të rëndësishme simbolike të marrëdhënieve rusi, presidenti rus Vladimir Putin falenderoi personalisht homologun e tij kinez Xi Jinping për pjesëmarrjen në festimet e 80 vjetorit të fitores kundër Adolf Hitlerit në luftën e dytë botërore.
Gjatë fjalës së tij në Moskë, Putin e përdori këtë ngjarje për të forcuar narrativën e tij mbi luftën në Ukrainë, duke e cilësuar si një vijim të përpjekjeve historike për të luftuar neonazizmin. Fitoria ndaj fashizmit e arritur me koston e sakrificave të mëdha është me rëndësi të qëndrueshme, deklaroi Putin gjatë takimit me Xi Jinping. Së bashku me miqtan kinez, ne qëndrojmë fort mbrojtës të së vërtetës historike, mbrojmë kujtimin e ngjarjeve të viteve të luftës dhe kundërveprojmë manifestimeve moderne të neonazizmit dhe militarizmit. Kjo është një deklaratë që shkon paralelisht me përpjekjen e Kremlinit për ta portretizuar luftën në Ukrainë si një operacion denazifikimi që sipas vëzhguesve ndërkombëtar dhe vetë autoriteteve ukrainase është një justifikim propagandistik për një pushtim agresiv. Nga ana e tij, Xi Jinping përdori një gjuhë të matur për të qartë kundër perëndimit, duke theksuar se Kina dhe Rusia do të bashkëpunojnë për të luftuar unilateralizmin dhe bullizmin në arenën ndërkombëtare, një referencë nënkuptuar për Shtetet e Bashkuara. Do të promovojmë së bashku pikpamjen e saktë të historisë së luftës së dytë botërore, do të mbrojmë autoritetin dhe statusin e Kombeve të Bashkuara dhe do të mbështesim të drejtat e Kinës, Rusisë dhe vendeve në zhvillim, tha Xi. Me më shumë se 20 lider të huaj që morën pjesë në këtë përvjetor, Xi Jinping është padyshim figura më domethënëse në skenën diplomatike. Prania e tij jo vetëm që i ofroi Putinit një aliat të fuqishëm në një moment izolimi ndërkombëtar, por edhe një mundësi për të theksuar për rusët se vendi i tyre nuk është i vetmuar. Festimet të mbushura me simbolik të fortë kombëtare i shërbejnë Putinit edhe për konsum të brendshëm, si një mënyrë për të galvanizuar opinionin publik përmes kujtimit të fitores historike dhe për ta lidhur atë me politikën aktuale të Kremlinit. Ministri i Izraelit i mbrojtjes Israel Katz ka paralajmëruar udhëheqjen iraniane se Izraeli është gati që të ndërmarrë veprime të drejtpërdrejta ndaj Teheranit pas sulmeve me raketa nga rebelët Houthi në Yemen në drejtim të Tel Avivit. Tensionet në lindjen e mesme kanë njohur një tjetër përshkallëzim këtë të enjte, kur ministri i Izraelit i mbrojtjes Israel Katz lëshoi një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj Iranit. Ajo që i bëm Hamasit në Gaza, Hezbollahut në Beirut dhe Bashar al-Assad në Damask, do t'ja bëjmë edhe Teheranit, deklaroi ai duke akuzuar hapur Iranin për mbështetjen e rebelëve Houthi të Yemenit, të cilët disa ditë më parë lëshuan një raketë drejt aeroportit ndërkombëtar Ben Gurion në Tel Aviv. Deklarata e fortë e Katz vjen në një moment kur Izraeli ka nisur tashmë kundërpërgjigjen ushtarake. Forcat ajrore izraelite kanë sulmuar këtë javë aeroportin e Sanaas, kryeqyteti i Yemenit, si dhe disa termocentrale në përgjigje të veprimeve të rebelëve. Houthi, të cilët konsiderohen pjesë e të ashtu quajturit boshti rezistencës së udhëhequr nga Irani, kanë marrë përsipër përgjegjësinë për disa sulme me raketa dhe dron kundër Izraelit që pre shpërthimit të konfliktit në Gaza. Megjithatë, Teherani zyrtar mohon mbështetjen ushtarake ndaj tyre. Ndërkohë që përpjekjet ndërkombëtare për qetësimin e situatës, vjojnë rebelët Houthi nënshkruan të martën një marrëveshje armëpushimi me Shtetet e Bashkuara, por paralajmëruan se nuk do të ndalin sulmet ndaj objektivave izraelite. Ata deklaruan se të mërkurën kanë lëshuar 3 dronë të tjerë drejt territorit Izraelit. Kërcënimi i Izraelit ndaj Iranit përbën një përshkallëzim të rrezikshëm në rajon, duke ngritur shqetësime të reja për një konflikt më të gjerë mes Izraelit dhe boshtit të përbërë nga aleatët. Do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 9 maj 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti do të jetë kryesisht ikthjellët dhe me temperatura të larta për këtë periudhë. Vranësira kalimtare pritet në relievet malore gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 29 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 4 deri në 8 metër për sekond. Në zonat bregdetare, era mund të arrijë deri në 11 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët, nga 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jetë si më poshtë. Shkodër 15 deri në 29 gradë Celsius. Kukës 14 deri në 27 gradë. Peshkopi 13 deri në 26 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 29 gradë. Durrës 17 deri në 28 gradë. Kavaj 16 deri në 27 gradë. Elbasan 15 deri në 28 gradë Celsius. Berat
15 deri në 29 gradë. Korçë, 13 deri në 26 gradë. Vlorë, 17 deri në 27 gradë Celsius. Gjirokastër, 16 deri në 28 gradë. Sarandë, 17 deri në 27 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 9 maj 2025 do të karakterizohet nga moti i kthjellët dhe i nxehtë. Pritet diell gjatë gjithë ditës me vranësira të pakta në zonat malore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jetë si vijon. Mitrovica, 13 deri në 30 gradë Celsius. Podujev, 13 deri në 29 gradë. Skënderaj, 13 deri në 28 gradë Celsius. Pejë, 14 deri në 30 gradë. Prishtinë, 13 deri në 31 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 30 gradë. Malishev, 14 deri në 29 gradë. Gjilan, 13 deri në 30 gradë. Ferizaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Kaçanik, 14 deri në 29 gradë Celsius. Suharek, 16 deri në 30 gradë. Prizren, 15 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, mirupafshim.